kam falë edhe 2 rekate namaz, ka pi edhe pakuj, edhe sipas dëshmitarëve ka ndru jetë non-stop duke i përsërit fjalët la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jo, kjo ka qenë hera e tij e dytë, por baba ka qenë në haxh para 2 viteve, është bë haxhi për vete, e ka kompletu haxhin komplet. Na ka surprizu të gjithëve kur na ka tregu që ka marrë vendimin me shku prap dhe me i shpërbly prindit e tij, me u dërgu dhuratën më të shtrejtë që dërgohet nga kjo botë në tjetrën për prindrit e që është haxhi. Thjesht i ka ndejt veti gati, po nuk ka pas asnjë smundje. Nashta najherë më me thonë na dhe pse jena matri ka qenë edhe ma i shnurë se na. Baba ka vendosur për me bë haxhin qysh prej vitit kalum, sepse numri i haxhive është shumë i kufizum, edhe prej vitit kalum është dasht me rezervu datën për me shku në haxhin e si vjeçit. Normalisht jo mirë se bab nuk bëhet kërkush këtë botë, edhe jo rastisht tonë që baba është i vetmi njeri që don me të po ma nalt e ma të suksesshëm se sa vetën. Mirë po, duke e ditë qëllimin pse ka shku, në këto ditë shejta, në atë vend shejt dhe mënyrën që ka kalu në botën tjetër, ne si besimtar musliman, po na e mun krenaria, po na e mun edhe mërzin e dhimbje që kemi për ta. Me të jemi ndëgju në sosët ditore çdo ditë, pe kur ka shku, zakonisht kur ka qenë atje, jemi mënu sa ma pak me kontaktu në mënyrë që mos me pengu ritualeve të qejta që i krynë dhe adhurimet që i bën atje. Mirë po, prap jemi ndëgju çdo ditë, mu porosit mi kalon porosit e këshillat që mi ka dhënë çdo ditë njëjta, nuk është që kalon diçka të veçantë, mirë po, vlen cikët se dëshmitarët atje që na kanë tregu që kanë qenë me të, ju ka pri grupit haxhilerve për në vizitë tek shpella Hira, cila është shpellë ku i ka shpallja e Kuranit Muhamedi alayhis salam. Deri aty ka qenë gjithçka në rregull. Pas daljes nga shpella Hira, kam falë edhe 2 rekate namaz, ka pi edhe pakuj, edhe sipas dëshmitarëve ka ndru jetë non-stop duke i përsërit fjalët la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fillimisht të afërmit mu më treguan pak si tërthorazi, më thonin që është spital dhe ka gjendjen kritike, ndoshta që jam shumë i afërm i tij dhe ka ndosh pak me më kursy, mos me më thonë direkt, mirë po në momentin që rash kontakt me udhëheqësin e grupit haxhilerëve të vushtrisë atje, cilin e falenderoj jashtë mase, Hoxh Sedat Islamin, na ka marrë në kontakt sikur kur na kanë dhënë lajmin, na kanë dhënë gajret, na kanë këshillu për çdo gjë, por gjithashtu na ka marrë në kontakt sikur kur është bë pastrimi i xhenazës, e kemi pa me kamerë që është bën në mënyrën më të mirë të mundshme, më profesionale të mundshme. Edhe kur e kanë qu xhenazën për mja fal namazin e xhenazës për në qabe, jemi kanë të njoftuar, e kemi pa si në kamerë, deri tek kur ka përfundu edhe ceremonia e varrimit dhe duat e fundit, na ka njoftuar me gjithçka, kështu që nuk e kemi pik pse nuk na ka ardhur, ose që nuk e kemi pa trupin e tij të pajet. Përkundrazi ndihemi shumë krenar që Allah e ka zgjedhur që me kon pjesë e aty në varrezave, ku ai vend vizitohet non-stop gjatë vitit, minimum 5 milion njerëz shkojnë çdo vit dhe gjithë ata do të luten edhe për shpirtin e babait tonë që të jetë një prej banorëve të xhenetit. Jo, baba nuk ka pas kurfar terapie, as të mjekut, as borna që më thonë s'ka mujt patohet, du të mi përdor patjetër. Normalisht dihet që u koni disiplinum si në fe, po ka qenë disiplinum edhe në jetë, edhe në shëndet edhe gjithçka. Thjesht i ka ndejt veti gati, po nuk ka pas asnjë smundje. Nashta najherë më me thonë na dhe pse jena matri ka qenë edhe ma i shnurë se na. Jo, kjo ka qenë hera e tij e dytë, fatmirësisht nuk ka qenë hera e parë që dhe ka ndru jetë, sepse na kishë mbet pikë qysh nuk mujti me e kry, por baba ka qenë në haxh para 2 viteve, është bë haxhi për vete, e ka kompletu haxhin komplet. Mirë po, edhe pse maj më shumë i pej vllaznive të tij, në familjen e tij, na ka surprizu të gjithëve kur na ka tregu që ka marrë vendimin me shku prap dhe me i shpërbly prindit e tij, me u dërgu dhuratën më të shtrejtë që dërgohet nga kjo botë në tjetrën për prindrit e që është haxhi. Sa vjeç ka qenë babi juaj dhe apo ka shumë njerëz që po vinë për ngushëllime, to e ditë edhe rastin? Baba ka qenë 64 vjeç, njerëz ka jashtëzakonisht shumë që na kanë shpreh ngushëllime, cilët i falenderoj përzemërsisht, po ndojnë dhimbjen me neve, si të afërmit, si dashamirë, si të gjithë, po edhe ata që nuk i njohëm, që nuk po mundëm gjithëve me
ja u kthy urimin që po na bojnë për shpirtin e babës. Numri është jashtëzakonisht i madh, nashta jo në vushtërë në Kosovë, por komplet shqiptaria janë të lutë për shpirtin e tij e neve po na bën mundi shumë krenar kësaj.